Ndodh se shumë kush e ka quajtur si vend të mallkuar nga të ftohtit Amurlani Nacar, përdodën nga fjalët që thotë ka qenë qyteti i parajsës. Edhe 20 gjithë hynë dilë për çdo shkallë orti. Po, 20. Nga minjera këto domethënë. Dhe nga qaf Kejza ka qenë qyje karriera, si kim pas thënë atëherë. Atëherë kur kemi ardhur 20 familje kemi qenë. Erdhë shumë, shkoj deri në 2800 frymë. Gjaja ma bukur se kjo shëdi kishtu, prej atje se kështu. S'kishte pa njerëz, nuk kishte lëvizje, këtu ke magazinat, ke atë poshtë ishin 2 klubet kryesore, dhe menca punëtore dhe ishte edhe ky klubi këtu 36 i thoshin, bilet horat. Edhe mrekulli ka qenë, mrekulli. Tashmë pak kush ka mbetur në këtë qytet thuajse fantazm. E këtu duket se nuk hyn fort në punë as guidhënat, as ato legjendat e 3 vëllezërve që e formuan si Bajrak, e as të thënat se si u formua e u rrit ky vend në gjijë të selitës pitoreske. Kemi dëshirë të takojmë ata, minatorët e dikurshëm, por është e vështirë, duken të humbur e të shpërndarë si zogjtë e korpit.